Para 2 ditësh u publikuan listat e kandidatëve për deputet. Si e keni parë këto lista dhe mendoni që do ketë kandidat ose ka kandidat që janë subjekti i spakut në të ardhmen, bazuar në të dhënat që kemi tani? Përse i përket listave, do të keni parasysh që listat janë lista të kryetarit partisë dhe jo të partisë, sepse partia në vetvete tregon demokratizim të brendshëm dhe njerëz të cilët të paraqesin platforma dhe nëpërmjet platformave të tyre paraqesin edhe leadershipin e tyre. Tani të shkojmë tek listat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, se këto dy parti do të jenë subjektet kryesore. Do të keni parasysh diçka. Çfarë viti jemi, mos gaboj? 2000? Sa jemi? 25. Me i thënë, se dia këtë gjë. Jemi në 2008-ën. Kur në kohën kur plasi Gërdeci, Rama dhe Berisha ishin armiq për shkak të Gërdecit. Por ata u bërë miq për me bërë reformën e famshme dhe kodin e ri zgjedhor me lista të mbyllura. Pra, 2008 është edhe me 11 maj 2025. Kush e kupton mirë dhe qartë, dihet që listat e mbyllura apo në tërësi listat janë po ato të 2008-s. Në lojë për këto lista janë vetëm 40 mandate. A ka individ të cilët do të jenë subjekt hetimi, a do të vetohen apo jo në shtator, është diçka tjetër që mund ta diskutojmë në vijim. Por në këto zgjedhje, në këto lista kanë qenë vetëm lista kryetarit partisë dhe jo lista qytetare. Cila nga listat e partive ka pasur më shumë probleme ose ka më shumë probleme? Pra, PD-ja që futi, po themi, personat, figurat e vjetra në listë sigurt, apo Rama që futi figurat politike të vjetra në listë të hapur? Së pari duhet të keni parasysh PD-ja në listën e mbyllur. Aty tek lista e mbyllur e Tiranës do të shikoni kandidatin potencial ose kandidaten potenciale për kryetar Partisë Demokratike apo kryetar Partisë Demokratike. Por, paralelisht, dhe lista e mbyllur në Shkodër të Partisë Demokratike ke kandidatin apo kandidaten, që ta lëm pak të njerëzit të fillojnë të gërmojnë pak, për kryetar të Partisë Demokratike. Në listën e hapur të Tiranës, në Partinë Demokratike, keni kandidatin potencial ose kandidaten potenciale për kryetar Bashkia e Tiranës. Pse them këtë? Edhe sikur zoti Velia të dalë nga burgu, mandati i tij në 2027 mbaron, edhe nuk ka më të drejtë të rikandidojë. Që do të thotë hapet gara, do të thotë që do të kenë konkurenca të reja dhe figura të reja në Bashkinë e Tiranës. Pra nga ana e PD-s Tirana, i bie që në listën e hapur, ata nuk është se po kandidojnë të gjithë për deputet. Njëri prej tyre që do kandidojë për deputet në listën e hapur, patjetër do të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme të Bashkisë së Tiranës. Ato të parakohshme ose ato të vitit 2027 mbetet për të parë. Partia Socialiste në Tiranë, në listën e mbyllur, ka vendosur qokat e kryetarit, njerëz që kryetari i mban edhe pastaj i lëshon. Lista e hapur e Partisë Socialiste është mix, që do thotë janë figurat e vjetra të Partisë Socialiste, e janë figurat e 2013-s të ashtu quajtur rilindje, dhe është dhe një pjesë e grupit të Veliaj që është vendosur sa për sy e faqe që shiko unë nuk t'i hoqa të gjithë, përveç se të hoqa edhe ty, po t'i vendosa edhe këta në listë që të dhjap mesazh tek shok tan amerikan të Fondacioni Soros, që shiko unë e mbrojta njeriun ton, por ai bëri diçka ose bëri gabime të mëdha, të cilët justifikojnë në të ardhmen, se zoti Rama ditë të justifikojë, që unë bëra përpjekjet e mia, thjesht ishte vetë ai që bëri gabimet fatale që u bleks me drejtësinë shqiptare. Avokat, le të themi pak të emrat. A besoni që do ketë kandidat që do fitojnë mandatin deputeti, por nuk do kenë mundësi të betohen për shkak të
që mund të jenë të inkriminuar dhe Spaku mund veprojnë ndaj tyre? Unë mendoj se ka 10 veta i këtë sigurt, të cilët do kenë probleme dhe të lashë me drejtësinë. Por kjo nuk është thjesht vetëm pjesë statistikore, pra 10 veta. Puna është kush e nxjerr dosën nga sirtari dhe kush e çon Spakut. Kush mendoni? Ai që lëshon gjithmonë. Pra, nuk mundet unë për shembull të kem një dosë ndaj jush dhe në një moment të caktuar të dalë dhe ta pasqyroj dosjen me kallëzues sipërmarrës. Që do të thotë, ju e keni më parë shumë qartë. Unë nuk do të mbroj zotin Veliaj, po e çuditshmja është që për zotin Meta, për zotin Berisha, ke emrat e kallëzuesve dhe nuk ka asnjë problem. Ata shiqare dalin në çdo ekran dhe shajnë Berishën dhe Metën. Pa mbrojtur as Berishën as Metën. Nga ana tjetër, ke Erion Velin që e denonson një anonim. Për mua, nga ana ligjore nuk është anonim, personi është i qartë, dihet kush është, pra është një bashkëpunëtor me drejtësinë. Por quhet anonim për shkak se ka kërkuar unë të jap faktet, po ju më lutem më mbroni sepse mua këtë do më pushkatojnë. Që do të thotë, kemi 2 raste. Si ka mundësi në të këto 2 raste të kemi në rastin e Veliaj anonim dhe pastaj të kemi dhe shifrën 10. Pse? Se do të thotë ka një problem të brendshëm. Pra, Partia Socialiste ka pasur problem të brendshëm dhe e ka aktualisht. Kush është problemi? Problemi është shitblerja, një, dhe pushteti i cili mbulon gropat e emocionale, tradhtis, të gjitha ato gropa të cilët bëjnë që ajo parti ka problem të brendshëm. Pavarësisht se ka leadershipin. A do të arrestohen njerëz? Duhet arrestohen, por në rast se ka prova. Dhe masat e sigurisë në vendin tonë janë të keq kuptuara. Jo se vetëm ne si qytetarë kemi problem, po edhe politika jone ka problem, sepse ajo asnjëherë nuk ka menduar që do të vijë edhe momenti vet që do përballet. Dhe prandaj jemi në këto kushte që jemi sot. Por unë jam i bindur që të konkludojmë që po, është e vërtet, do kemi 10. Nuk të them vetëm nga pjesa e qeverisë, po do jenë në total 10. A do të jetë në mas sigurie, arrest në shtëpi, arrest në burg? Unë mendoj se në disa raste mund të jetë edhe detyrim paraqitje. Por do të bëhet gjëja më e madhe, mendoj, që do të bëhet pa ardhur zgjedhje të majit, të 11 majit. Pse e them këtë? Jemi drejt zgjedhjeve. Dhe çdo kaos që kanë hapur zoti Rama dhe zoti Berisha, është e qartë që ajo është mbuluar pas zgjedhjeve, se ka pas një marrëveshje. Në rast se Spaku nuk shkon brenda 10 majit, jo në 11 maj, brenda 10 majit, të bëj arrestimet, të mbaroj kjo procedurë arrestimesh. Atëre, pas zgjedhjeve, Berisha dhe Rama do jenë shumë të mbrojtur. Thjesht po të jap një statistikë të vogël. Në këto zgjedhje, edhe duke qenë në një referencë të 2021-shit, të zgjedhjeve të kaluara, PSD ka në xhep 40 mandate, secila, që na bëjnë 80 deputet. Pluset të tjerë që do jenë nga lista e hapur. Se normalisht çdo parti kandidon 46 të sigurt. Nuk i marr referencë ata. Ose bën 45 e zgjidhin vetë çfarë numër dalin. Në çdo moment të dy bashk mblidhen pas zgjedhjeve, hapin parlamentin dhe bën ndryshime radikale sepse kanë mbaruar punët me zgjedhjet. Sepse parlamenti i ri do dalin në 2000, pra do dalin në shtator të 2025-s. Prandaj Spaku duhet veproj në rast se ka njerëz që janë lëshuar nga kallëzues sipërmarrës. Sepse dihet qartësi që politika jon ka një smundje. Dhe smundja është derisa jam në pushtet, kam fuqi. Dhe kjo është smundje e cila nuk riparohet dot. Prandaj duhet njerëzit të kuptojnë që këto smundje të riparohen vetëm duke lexuar ligjin dhe vetëm duke i nështruar ligjit.